Lena e ka një, nëse se ka zënë ato me pite kur gjo. Okej, dhe pse do shta me ndo një me pjesën që të pas parasysh që sot për një me kemi jep një mesazh Saronda jep gjatë gjithë vitit mesazh për familjen edhe jep edukata mune sot si non të në fund për shembull ko marr shumë mesazh për krejt juve të pas parasysh se fëmijët vegjël janë artista edhe secili ka një prirje dhe na si prind na shta një farforme tash edhe i lejojmë se jemi vetë disu me ushtru profesion në artit, po një farforme kemi atë frikën që e ka edhe një dhunti tjetër mos ta orientojmë. I kemi ato dilemat se kam i orientu. A mos sot për shembull mendoj se të gjitha familje shqiptare, prit gjyshërve që janë shumë përkushtume për nipat dhe mesat, edhe nanat, po edhe ata fëmijë që përcjellin familja jonë, i kemi jep mesazh që artin mujnë me vazhdu, me bo, me se cilin profesion. Këtu do shta me falenderu krejt juve edhe Sarande, edhe tani do shta me ndo si mesazh për fund një ngjarje temen këtu me studion, masi veç dy natyra i kam. Nuk ka qenë hera e parë që kum dal, do më thënë intervistë, po ka qenë hera e parë që mu ka nol goja edhe me punu. Prej Sarandës, se kështu kush njëri edhe prej juve. Kështu Saranda tha du të më ardh, tha po bujna tha receta të shëndetshme edhe tash unë normal nuk isha bo si praktik ndonjëherë. Edhe tash kjo vazhdoi që më thonë Len vazhdo me punu. Kur më thej ke vazhdo me punu, unë nalësha nuk falësha. Edhe mu drëshin durt. Edhe ke shumë e vështirë me menaxhu, realisht nuk është që vrejt ajo, po thjesht për herë të parë mu nalë goja mos me fol. Se nuk mu isha përshem me menaxhu ato të folnen edhe punën. Edhe tash si vjetë, e ndrum studion. Realisht atëherë ju më konë si princesh të trajtu. Saranda mi ka bli kërcenet, linë vish hajde te kritë stofi, kështu, avdin veç me bo. Edhe si vjetë, bilesisht doktor Flamuri bashkë me mu kërë fillum sezonin edhe qatë shumë bëjsh impresion djemë për drita jo këtu po të bjenë ma mirë jo se ishë studje re edhe normal do ishin me bo qatë ma mirë edhe mu rikujtu një vjetë ma heret mu rikujtu se qëfar emocioni kom pas tash që e qapjo thëmë qatë herë thash ku e kom pas emisionin e parë. Nëse ma kishi bu që shtu, piu garantoj që si ka pirga isha ike. Edhe mos kishi po me si. Imaginoj Lena me konduktoresh, ish nalë të e këshyrë në gjysë, të e ngu për të. Se të mos mujtë me funksionu edhe me... Ja, tash e ke bo perfekt.